Sa ka zgjata periudha që jeni marrë me rap? A ku një Për periudhë herë parë shkurtë kemi ajo? shkorte gjatë, për një tri nuk është shkort. Na ja kemi fillu kështu për qefi, veç mu mbledh si band në 92-ën. 92-ën. 95-ën mandej kemi dalë për herë të parë në skenë, po para se me dalë në skenë e kemi pas të inqizum një album, edhe të cilin 94-ën e kemi pas të krym një farë albumit, që e kemi bo edhe një promovim aty në Suharek në për sene, po ato sene kanë hup, tash se lufta i ka hup, nuk janë mo ato sene. E mandej në 95-ën veç, do me thonë, albumin e patëm punu me Gjevdet Gashin, edhe mandej ajna tregoj që po mbohet një festival është të organizu, u qujke kënga e pranverës 95, nuk e di qka, mandej u bo show fest aj festival. E tha, konkuroni me një kongë. Na i kishim krejt kongë të albumit, po në ndërkohë kishim ndryshu me ndime, gjithë shka, e nuk na pëlqej ke qatë shumë, se ishim gute, kishim bo albumin pa u rahatu na me kongë as me kurgjo. Masanej e kemi pas një kongë që o konë kjo botë është e madhe, e shkrujtëm qatë tekst, nësë diqka. Ose për gjeni frimzu për ritmit rrugës botë është e madhe, që i ka pas të kongë në atë kohë. Ritmi rrugës ka dalë ma vonë, më do këtë. Edhe ata natë, që është diçka. Jo, ata kanë fillu natë 1, natë 2. Apo? Ta natë zezat i kanë pas kongën e Po, parë që i kanë pas, po. E boda është e jona është natë 7, natë 8 që atë miri ki. Po, qashtë. Pikrisht. Do me thënë qashtu. Ata ko ka frizu për juve. Se dina krejtë. Në Në fakt, ajo që e kom vrejt shumë vite ma vonë, është që krejt që ajo periudhe hip-hopit, frymëzimin tem e ka pas prej një konge që o konë ongu veç në për Prishtinë, unë e kom një hera, 2 herat kongë. Po shumë sene më kanë metë men, e tash kur e kom dëgjua petat kongë, e kom po, do me thonë një lajnë i tyne, të unë e ka inspiru një kongë komplet. Cila kongë? S'pjerë me është. Bomba kjo është edhe kjo është jeta jonë. Se ne kështu jetojnë. Gangs in the Hood edhe Colors grupi. Po, ajo ku përket. Shumë super u kohë. Ajo ku përket. Ajo është në 91-ës nëse s'jam nga bem. Hipikat null pijane, qa po da dijo në hypi në autobus. Kjo po të është e madhe, e ka pos qatë tem hipikat me repera tu përla. Do me thonë, e kur e kom gu mas shumë vitesh atë kongë, e kom pa që isha inspiru. Do me thonë, najlajni atë i qasoj kongë, mu ma ka dhonë komplet një kongë. Për ditë të cilën dhe mendoj, s'ka me vëdo dikon, kemë se t'jalshoj. Po mirë, jojni pi Suarekës, si grup edhe qytetarë të Suarekës, që shu kanë pritë Suarek? Rinia në atë kohë, o kom befasi për rinia në atë kohë? Nuk e di, kemi pas për krahje gjithë, do me thonë, kur i kemi bo koncertet, apo najsen qato eventet vogla, gjithë kanë ardhë, po krejt ata që kanë ardhë në konë shoqnia jo, njerës me kanë kemi, do me thonë, jemi konë për shkollën, kështu që për krahje asë në ka mungu kur, do me thonë, nuk di, do me thonë, me kujtu se na nuk kemi bo shumë koncerte, apo diçka ma shumë... Jo koncert vogla në për lokale në një aty këto ku mbledhen shoqënia në jetë. Paj, promovimin e albumit e kemi bo në diskometi, o ka një diskotek në Suari. Sigur dite, no? Nështë nora 4. Po nuk kemi bo muzikë shtu që me thonë me knu live, kemi marrë pjesë në festival, në sene, po jo për një me atë jetën e muzikantit që me qenë